Një ndër momentet më të preferuara të mia personalisht, por jo vetëm, edhe të një pjesë shumë të madhe të audiencës së podcastros, është edhe rubrika të urtët. Një ndër qëllimet specifike ka pasur mbledhjen dhe promovimin e atyre le të themi që media mainstream nuk para i sheh shpesh. Por personalisht mendoj që janë ata që mbartin vlerat më të mëdha, sidomos të folkut apo përpunimit të gëzimeve në të gjithë le të themi eventet shqiptare. Sot megjithëse jam akuzuar shpesh që kam mbajt një lloj ane kështu të qendër jugut pak a shumë, por kjo është e gabuar, sepse un kam pas shumë këngëtar bylbylër siç i quajuar edhe nga Veriu, por sot kam Sulo Grabianin and band. Sulo, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma Castro. Si ke qenë? Mirë. Gjithaj zotni më pëlqen kështu për kurimin që bën njëherë për Lukun është jashtëzakonshëm. Respekt. Jo, se do të kurosh veten, Po tani respekton të gjithë ata që të shohin ty. respektosh veten në radh parë, pastaj Është e vërtet. Duket të qenë rehat me veten. shumë. Momentin që fillon, unë them ja tash ja kam filluar unë të pispillosem na pak. Po normale. Pra tash i gjeta qetësinë le të themi. Sulo, unë do të përshëndes, jo vetëm përshëndes në fakt. Përshëndesim si staf. Falenderoj. Domethënë kjo është skena jote që duhet të ishe me patjetër, por duhet që të themi edhe dy fjalë për çunat. Po. Kemi turin e Grabianit në klarinet. Ku e kemi? Ja. Po ku e ke kallamin në bjose? E ke lënë aty të cepi, lëre. Dhe kemi Kevin Avdiun në organo. Kevin, si je? Përshëndetje. Tashi dua të preferencë që në momentet e para që ke filluar të këndosh me termin, duke i dhënë termin gjeografik. Po. Edhe nuk keni preferuar të losni për shumë me mbiemrat? Apo ashtu ka ngel? Sulo i Grabianit? Kështu ka ngel, domethënë që në fillim Aha. në karrierën time kur e kam nis qysh i vogël, domethënë Kur, sa vite ke, Sulo? Sa të bën? unë kam diku nga 95-a, Që në 95 ke filluar në për dasma, në për sebepe, në për 95-ën deri tani. 31 vjet. S'ke menduar ta lësh byra se gjithë kjo 31 vite kështu, ta lësh nga trutë më, se vetëm kur mendoj se sa njerëz ke kaluar. Për nga trut domethënë nuk është se Jemi mirë, ende kemi nerv mirë akoma. Për momentin. Por nga muzika nuk e lë dot, Ashtu ë? sepse është e lindur. Është burim jete, është mënyra jote e jetesës, më shumë se sa vetëm të marrësh sa para. Sa do mundohesh për shkakun për ta lënë, po prapë Është e zemra gjë. nuk Është e vërtet. Po të bësh 30 vjet të byrazet, çfarë do nisë edhe unë tani, çfarë do bësh ti dhe unë tash pas këtyre viteve. Është lodh më truri që s'ka ku të shkojmë më, Po jo, po s'kemi çfarë të bëjmë tash, edhe sikur po të njëjta do bësh prapë. jo, për të nisur në një punë të re dhe unë, për shembull tek mund të bëhem hidraulik. Jo, Po jo, ore bëhet njeriu. Po lë ama për se çfarë të bën jeta, edhe mund të bëhem. Sulo, cili është artisti shqiptar më i mirë për dasma? Përveç teje, ë? ka plot. Emra nuk japim. Për mua janë të gjithë, nuk ka përjashtim. Përderisa ata janë, dhe përderisa thirren pa diskutim që ata janë më të mirë, se edhe kjo gjë është Ne relative. kemi qenë edhe me këngëtarë me emra, në për dasma, në për koncerte, në për eventet e tjera. Kështu që janë gjithë, për mua janë gjithë. Je neutral. Edhe vjen nga një zonë shumë e mirë, e butë, por e egër kur duhet. Pëlqen që gjitha i pellgu aty, divjak e gjërat e gjitha. Kam njerëz, ti besoj që unë kam notin e kam mësuar në divjak. Po ja, ku e mësove? Po thot Sulo. Nuk e di ere, po ja ku e mësove. Pak në kanal, pak në divjak, të tregojemi sinqert. Po. Në kanale, unë personalisht në kanale kam mësuar. Kanë qenë ato si biçim sifona, trifon, si quhesh ato që ndahesh kanali nga kanali. Po pra, Si më shef, më burr, në Savra, e di ku është Savra? po e di më Po se e, di, po e bira zer tash. jemi afër. Sa orë mund këndosh pa ndërprerje? Kush ka qenë maksimumi fare për shembull? Maksimumi ka qenë mbi 9 orë. Ç'a thua më? 9 orë. Ka fillu banketi ke ora 9, ka marrun 6 mjezit. Wow, mund të imagjinoj çfarë është bërë aty. Cilat tre hedh më shumë lek? Ja, del vet Divjani. Cila 3 Divjaksit hedhin. kavaj. Apo edhe kavaja, hedh lek të madh. Po çfarë do të thotë? Hedhësh më shumë lek do të thotë që je më shumë qefli i muzikës apo do të hapesh apo do të biesh më shumë E sy? ndjen dhe e hedhin. E ndjen dhe hedhin. Nuk është se duam bien në sy për shkak. Nuk e bëjnë për sy. Ata e ndjejnë
edhe hedhin atë lek. Divjakësit hedhin? Hedhin. Normal edhe divjak. Edhe divjak, përshëndesim divjakësit gjithë. Unë i du shumë dhe gjithë zonat. Sepse janë zona ime. Është lërë që mos flasim më shumë. A është Grabiani i vend turistik, thot Viviani jon? Po, turistik është. Mund ta themi që Grabiani është një vend turistik tashmë? Thuaj po. Po tani për këtë pjesë normale që është. Dërsa jemi bashki varemi nga Divjaka, domethënë është. Grabiani varet nga Divjaka. Jemi bashki Divjaka. Që t'i japim për gjithë ata që na shohin të bëjnë një trip turistik, pse jo, ditor në Grabian, duhet shkojnë në Divjak, pastaj në Grabian. Po. Pra, kush është rruga e re që shkon për fshati Mis se këtë që lidhesh jo? Ke dy rrugë, domethënë, ke edhe nga në Çerm. Po. Nga cila prej Çerm, 7 Çermat e Romës si them. Do kalosh aty, mbas anaj ke edhe më poshtë një rrugë tjetër që sa e Grabianit quhet ajo. Ai çfarë? Po, tash e kujtova. Ke edhe ke klubi shoferit, janë 3 rrugë. Edhe klubi i shoferit. Po, sa kuptime mësolla për. Ndaloj aty ndonjëherë me një mik, me një baba, në një dajo. Dalonte aty, ndalojmë pak se jemi lodhur. Dalonte dojo pinte 6 dopi raki, pastaj iknim. Normal, aty është vendi, po çfarë është lokali, është edhe lokali që ndalojnë, kot nuk quhet klubi shoferit. Shoferit. Gjithë shoferat, pra praktikisht gjithë pianet. Po, aty ndalonin gjithë shoferat që ishin pianet. Që kalonin shoferat që ishin pianet, sonë tash më vjen keq. Po tani kishte edhe ata që pinin. Po kishte, e si s'kishte. Kam rastin e njërit, nuk e di nëse mbaj mend, po një filani nga fshati Piqera si Sarandës, ka bunecin poshtë, ai merresh, ka qenë shofer para 90-tave, merresh me tregtin, merresh me shpërndarjen e leshit. Në kuptimin e parë, merrte lesh nga fabrika, po ndërkohë vuhesh për lesh, për punuar. Gjithë ato jastigjet kanë qenë me kokra, pambuku, po jemi rritur shif asimetrinë e shqiptarëve dhe koka. Pra leshi ishte shumë i shtrenjtë. Çfarë bënte? Viste lesh, shkonte në një lokal që ishte afër lumit, që thiste lagështir, desh në raki dhe kur shkonte leshin, dinte leshi më shumë. Kishte 10 kuintal lesh për shembull, ditë 15 kuintal se ishte lagështir. Ky ishte një moment i imi glorioz që unë duhet ta kujtoja. Sulo, faleminderit, një vit të mbar. Faleminderit edhe juve. Respekte dhe faleminderit që erdhe. Faleminderit për ftesën, edhe unë ju uroj një vit të mbar. Sa më shumë punë edhe fat dhe mbarësi në familje. O, të lumë goja. Faleminderit bashkarisht. Çuna, kjo vlen edhe për ju sigurisht. Ti ul pak dozën e alkoolit nëpër dasma. Ashtu, se jo e vura re atë, po dohet ta thoja kështu personalisht. E kaq, shef. Ne jemi në podcast këtu në Vision Plus, kalojmë në publicitet.